Atëherë, Ledion, unë kam ujtë shumë mirë me u viktimizu, po nuk jam viktimizu. E para punës dhe e dyta punës, unë kam qenë duke u lanë dush, edhe ka ardhë Stenaldo me shishën me ujë, tëftoft, do me thonë shisha ujë... Po, e kemi parë. Edhe ka ardhë të më stërpik me ujë. Edhe unë kam mujtë me u viktimizu dhe me botë madhe, po se kam botë madhe. Kështu që unë jam personi fundit në këtë loj që ka ndodhë, që isha viktimizu për këtë gjamë. Vjen shumë keq Stenaldo. Vjen shumë keq. Kjo të ka rasti Brikenës do që ka pas prekje fare. Fare, ma asi prekje. Rastin tim kom pas prekje në fytyrë. Asi prekje s'ka Brikenës. Rastin tim Brikenës. Po flisni të gjithë në korë, Luela. Dëgjone, se qëta që tolerojnë... Do më biseva, mund da përmëndoj. Nëse sot... e tolerojnë një prekje të mrena 17 nuk po du me po të shumë asë mësa nej. Po du me mos mësa qëtash. Po flisni në korë. Banor, jeni duke folë. Atere, ju lutem një sekund. Nëse sot e tolerojnë një gjatë tjilë, mrena 17 ditëve, atere që ka me ndohë mësa nej. Ju lutem. Nëse isha viktimizuar, isha prish loja aty për aty. Vini pak audion brenda në shtëpi. Ju lutem, në momentin që flisni në korë... Ledion, mundet? Jo, nuk mundesh. Në momentin që flisni në korë, publiku nuk kupton asgjë. Dhe çdo gjë që thoni shkon për lumë. Luela. Si femër e kësaj shtëpie, që do të thotë, në momentin që ti hynë në dush dhe je duke bërë diçka shumë bazike, dhe në atë moment, në video, dhe gjithë ne kemi parë, bazike që janë gjërat më normale që je duke bërë në dush, duke u larë, faleminderit, diçka shumë elementare, por në të njëjtën kohë shumë intime, sepse ajo në atë moment ishte në bikini, në dush, edhe shifet shumë qartë nga videoja. Prit, Stenaldo, prit 2 sekonda. Stenaldo, 6 milion shqiptarët e shohin nga ekrani, nuk janë gjitur me të. E shohin nga ekrani, nuk janë gjitur me të. Asu si janë gjitur me të. Shiko, Brikena, Eugeni ishte, ti nuk ishe, Eugeni ishte. Dhe Eugeni që ishte nuk e preku, një veshë ishte aty. Dua thjesht të them që nga videoja, Stenaldo, nga videoja, shikohet shumë qartë sa në siklet Brikena ishte në atë moment. Ka qenë shumë në siklet, sepse Brikena ishte mbuluar me peshqir, pra do të mbante peshqirin që mos i rëshqiste poshtë, në të njëjtën kohë thirrni njërin për dim, sepse ishte vetë nga mirë për ta shpëtuar, le të themi nga ky bllokim lëvizje. Eugene, unë nuk po të them që, shiko, unë besoj që ky është një shembull, ky është një shembull shumë i mirë për ne, që të mësojmë që nëse ne kemi sfida, janë ca limite që nuk duhen prekur. Okej, ajo në atë moment. Po pse ajo që më ndodhi mua ishte limit që duhet prekur? Askush nuk e tha këtë, Eugene. Nuk e tha këtë. Po jo se po merret vetëm rasti. Jo, në asnjë moment. Atëre, edhe një herë, Eugene, që të jesh i qartë. Lëre se çfarë thoni ju karshi njëri tjetrit, sepse interesat tuaja karshi njëri tjetrit janë të ndryshme nga ato të studios. Nuk besoj se dëgjova nga goja e Arbrit apo Monikës. Monika tha vetëm që ajo që mendon Monika, ajo që ti bëre ishte më e rëndë se e Mirit. Jo që Miri nuk bëri asgjë të gabuar, apo jo? Mua jo më shqetëson më shumë. Shkak pasojë është ajo? Jo, nuk ka lidhje me shkak pasojën. Ashtu është. Mos pa hap bisedën që duhet ta bëj çdo sezon televiziv të kësaj shkak pasojës. Drejqi e mori se shkak pasoja i merr jetën njerëzve në këtë vend. Shkak pasoja buta orit me brirë. Nuk ka shkak pasojë. Nëse ti shikon dikë i cili është i dhunshëm, nuk mundesh ti përgjigjesh me dhunë. E parë, jo, s'mund t'i përgjigjesh, jam shumë dakord. Sepse ka një autoritet, siç ka një jetë në autoritet, ka dhe në Big Brother një autoritet i cili është vllai i madh. Ledion, mbrojtjen do ta bëj ai. Sepse ai në fund të ditës, Miri nuk e preku me dorë atë. E preku me shpinë. Jo, Miri nuk e preku me dorë. E preku me shpinë. Eugeni e preku me dorë Miri, se Miri ktheu shpinën. Është tjetër gjë pastaj. Është tjetër gjë mënyra se si veproi Miri. Atëre, edhe një herë. Po flasim tani prekje me dorë. Mund të prekësh edhe me këmbë
dhe Do mund njësoj prekësh edhe me gocë të gjuash Pra, kokës pa. shtyrja e Mirit ndaj Eugenit. Por edhe Miri ka problemin e vet. Por Miri është konflikt midis dy burrave. Ndërsa konflikti i Eugenit me Brikena është më e rëndë. Ajo mund të qëndrojë. Është tjetër gjë që Brikena në fund të ditës prap as nuk u viktimizua dhe as nuk qau. Edhe në dhëmë të rrëfimit e tha më bunë se shë Mali. Tani të rinë shtromër dhe të flasim drejt. Jo më ne, mund të rrimë dhe drejt dhe të flasim drejt, nuk ka nevoj të rrimë shtromër. Lore? Mund të them që banorët e akuariumit që kur erdhen patën një komunikim me kode me njëri tjetrin gjatë gjithë kohës dhe kështu jepnin edhe mesazhe, por shumë shpesh bënin dhe fyerje ndaj nesh. Siç mund të ketë qenë 2-3 raste nga ana Gretës. Dhe kjo gjëja po prapë ishte shumë abuzive nga ana atyre. Prandaj edhe për mua Fyerje të llojit? Sono tutti scemi, duke në italisht. Po, pra janë të gjithë budallënj. Kemi të gjithë. Po, janë të gjithë budallënj. Të gjithë këta që po më afrohen mua janë budallënj. E kuptojmë. Dhe a ishte sipas teje proporcionale përgjigje? Proporcionale? Po, përgjigja juaj e banorëve të shtëpisë së madhe ndaj atyre të akuariumit për dikë si në rastin e Gretës që ka thënë sono tutti scemi, pra janë gjithë budallënj, a ishte proporcionale me rastet që pam në klip sipas teje? Për mua, unë jam dakord për rastin e Brikenës, mendoj që absolutisht nuk duhet I cënohet as kujt hapësira, as për të lëvizur, as për të qëndruar në vend. Pra, nuk ka qenë proporcionale. Por Malit e shot egzageruar. Malin e shot egzageruar. Egzageru me jemi që më prek më ftyrë. Okej. Si do qoftë, ju e dini që pjesë rregullore së bashkëjetesës në shtëpinë e Big Brother VIP është që Mali, të lutem, Mali është ka edhe rëndësishme edhe për mua. Nëse shkon që kundërta, nëse një famë në shkon pozitën tem, besom një shkon shumë e madhe. Po, okej, si do që tjetë, okej. Mal, Shumë ta krahasosh. edhe një herë. Jo, për krahasoj shumë mirë, jo shumë mirë për krahasoj. Do nga një moshkull, preket për me moshkull, që janë kur gjohesi, ja vlenë ty që s'mos me diskutu. O Mali, po e kuptuam këtë gjën, do me thënë, pse ti, pra e kuptuam këtë gjën që ti e prekur nga ajo, okej? Po, e qartë. Po, dikujt mund të duket ajo gjëja, viktimizim, dikujt tjetër mund të duket egzagerim, po që të intereson ti, nëse po thuat vërtetën tënde, që të intereson se qa mendojnë ata aty brenda. Patjetër, me që të tolerojnë qëtë sen, me ashtë më ditëve, diska shumë mund të mendojnë ditëve të Kaq mjafton, jeni të gjithë aty brenda, të gjithë jeni në rëvëzhgimin e publiku pastaj është ai që vendos kush po egzageron, kush po minimizon, kush po viktimizohet. Ajo që doja t'ju thoja është që pjesë rregullore së bashkëjetesës në shtëpinë e Big Brother VIP është që askush prej jush nuk mund të pengojë qëllimisht lëvizjen e tjetrit. Aq më tepër ta prek dikë fizikisht me përjashtim të rasteve kur të dyja palët janë duke luajtur të dakordsuar me njëri tjetrin që jemi duke bërë këtë lojë dhe mund të prekim limitet e njëri tjetrit. Jo më larg se në prajmin e kaluar, vllai I madh mori masa për konfrontimet fizike, masat e marrë gjithsesi nuk ju kanë penguar ti përsërisni këto veprime, ndaj për këtë arsye, gjatë mbrëmjes së sotme, vllai I madh do të njoftoj për masat që ka marrë në lidhje me sa ka ndodhur. Lidhje me shtëpinë dhe qëndrojnë pak çaste aty.